vetëm spostova pak. Përshëndetje, nderuar specialist, doktor, profesor, zoti Juka, zoti Sharka, zoti Shuperka, zonja Vuksani dhe shumë specialistë të tjerë që kanë punuar dhe kanë kontribuar ndër vite ndërkohë, kanë folur publikisht për çështjet të sigurisë ushqimore. Të dashur qytetar, i nderuar doktor profesor Berisha, sot jemi mbledhur për të diskutuar një shqetësim të hershëm të ngritur nga Partia Demokratike. Mbase jo aq të zhurmshëm se çfarë ka ndodhur me sigurinë ushqimore. Por jetojmë një kohë pasigurish. Në kohë ku kemi pasiguri për jetën, pasiguri për pronën, një ditë bukur vendos kalon një projekt dhe shumë qytetarë kanë gjetur veten pa çati. Në pasiguri për shkollimin e fëmijëve, në pasiguri për sistemin mjekësor. Dhe mes tyre, mbase jo kaq e zhurmshme, është pasiguria ushqimore. Është një çështje që në mendimin tim mund të jetë pasiguria më e frikshme që po bën kërdin dita ditës në familjet tona dhe tek fëmijët tanë. Lidhet me ushqimin që kemi të shtruar çdo ditë në tryezat tona. Dhe për ta ilustruar papërgjegjshmërinë e një qeverie që gati prej më shumë se një dekade nuk ka bërë asgjë në lidhje me këtë çështje, sot do të paraqesim para jush denoncime të kryera nga gazetar, por jo vetëm. Raportime nga institucionet të Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Raportime nga ekspert. Në vetëm një vit, vetëm gjatë vitit 2024, do i ftoj të ndiqni videon me kujdes se çfarë ndodh në tregjet tona dhe se çfarë ndodh në Shqipëri. Ju lutem video. Si që shihni miq, kjo është situata në tregjet tona. Dhe këto janë vetëm një pjesë, vetëm ato të raportuarat. Pasi jo vetëm që qeveria ka dështuar të ofrojë siguri ushqimore, por e ka trajtuar institucionin që është përgjegjës për këtë çështje, AKUM, si një plaçk lufte që her pas here ju jepesh alatëve të saj, her pas here banditëve dhe deri më tani vonë si ja dha dhe një shërbëtori të tyre në këtë drejtësinë e re. Është trajtuar si një institucion ku ka një tuf gjobvënës, të cilët përveç se vendosjes të gjobave dhe krijimit të parave në mënyrë të dyshim,
që s'ka arsye tjetër, pse po se quajmë, nëpërmjet korrupsionit, e kanë dështuar këtë institucion. Mungesa e vëmendjes së qeverisë mbi këtë institucion, mbi laboratorët që duhet të ngrej. Mungesa e vëmendjes së qeverisë në lidhje me ushqimet që ne konsumojmë. Jo vetëm që ka rrezikuar jetën tonë, por ka dështuar sot produktet e fermerëve shqiptar, të cilët nisen drejt Bashkimit Evropian. Nuk ka gjë më të trisht për një fermer që pasi nxjerr produktin, merr vesh që në dyert e Bashkimit Evropian, ai produkt i kthehet mbrapa për në Shqipëri për shkak të pesticideve të përdorura, të cilat janë futur nën përgjegjësinë e qeverisë. Nuk ka gjë më të trisht të mos i ofrosh asistencë një fermeri që të krijojë produktet e famshme që ne po flasim Made in Albania. Dhe ajo është çka duhet bëjmë ne. Partia Demokratike ka prej kohësh që e ka evidentuar si shqetësim. Si një shqetësim që prek në themel shëndetin publik të shqiptarëve, por dhe të ardhurat dhe të fermerëve. Një instalacion që sot ka bërë kryeministri ka kushtuar 5 milion euro për të qetësuar nervat e tij. Me 5 milion euro të dashur qytetar, mund të ngrihen 2 laborator të sofistikuar për sigurinë ushqimore. 0 fonde për laborator, 0 fonde për rritjen e sigurisë ushqimore. Kjo është papërgjegjësia e një qeverie për shëndetin tonë dhe të fëmijëve tanë. Më besoni, e kam ndjekur këtë çështje me shumë kujdes. Jemi në kushtet e një emergjence kombëtare. Dhe jo më kot, Partia Demokratike propozon, angazhohet të kthejë çështjen e sigurisë ushqimore si çështje të sigurisë kombëtare. Siguri ushqimore e barabartë me siguri kombëtare. Zgjidhje strategjike që propozon Partia Demokratike janë: angazhohemi për përfshirjen e sigurisë ushqimore si pjesë e sigurisë kombëtare. Të forcojmë bashkëpunimin ndërsektorial për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit publik, përmes një qasje të integruar ndërmjet shëndetit publik, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Do ndërtojmë një sistem kombëtar të qëndrueshëm për mbikëqyrje dhe garantimin e sigurisë ushqimore, parandalimin e sëmundjeve zoonotike dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, si themelin e stabilitetit ekonomik dhe besimit publik. Në kuadër të këtij zotimi, do rithemelojmë autoritetin kombëtar të sigurisë ushqimore si institucion të sigurisë kombëtare. Sot problematikat janë të shumta. Institucionet përgjegjëse për sigurinë ushqimore, AKU, AKVMB dhe ISUF përballen me mbivendosje kompetencash, mungesë bashkëndimi dhe vakum përgjegjësish, duke bërë sistemin e sigurisë ushqimore jo funksional dhe të pabesueshëm për konsumatorin. Institucionet ja hedhin faj njëri tjetrit, ndërkohë që zinxhiri i kontrollit ushqimor mbetet i paqartë dhe jo efektiv. Dhe zgjidhja që Partia Demokratike do t'i jap pas 11 majit është ristrukturimi funksional i AKU-s si agjenci ekzekutive autonome me kompetenca të plota për administrimin e burimeve njerëzore dhe operacionale, dhe ndryshimi fillon nga emri, duke i quajtur AKSU, Agjencia Kombëtare e Sigurisë Ushqimore. Dhe kjo është ajo çka do t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar për të garantuar ushqimet më të sigurta në rajon, por jo vetëm, po për të garantuar eksportet Made in Albania me vlera më të larta ushqimore dhe më të sigurta në gjithë Bashkimin Evropian. 2 faktorë janë shumë të rëndësishëm. Shëndeti jon, të cilët do ta garantojmë nëpërmjet ndryshimeve ligjore, dhe vullnetit të qeverisë Berisha për t'i dhënë zgjidhje, për të patur siguri në tavolinat tona, tek ushqimet tona. Dhe momenti i dytë, do të garantojmë fermerët nëpërmjet prap një kursi ndryshimesh ligjore dhe i vullnetit të plot, që produktet e tyre të jenë të vlerësuara dhe të shitura në Bashkimin Evropian dhe jo të kthehen si rasti mandarinave apo shumë raste të tjera. Për më shumë mbi programin tonë, mbi detaje të cilat janë konsultuar me ekspertët më të mirë vendas, por jo vetëm edhe të huaj, do t'i jap fjalën doktoresha Ana Vuksanit,
e cila është një nga ekspertët më të mirë në këtë fushë dhe ka punuar së bashku me të gjithë grupin e ekspertëve për të ngritur një angazhim dhe një program që ju përgjigjet shqiptare në çështjen e sigurisë ushqimore. Ju faleminderit. Ashtu siç e theksoi edhe zoti Muçollari, siguria ushqimore tashmë duhet jetë siguri kombëtare. Pasi ne jemi të gjithë prezent dhe çdo ditë ha skandali zë skandalin, sa ne nuk jemi në gjendje të kuptojmë pra pa u analizuar mirë skandali parë ose pa gëlltitur mirë ushqimin e pasigurt të herës parë, ka një skandal tjetër. Partia Demokratike ka një program ambicioz për ta zgjidhur një herë mirë situatën aktuale të pasigurisë ushqimore. Kush janë pikat? Unë do flas shkurtimisht për pikat kryesore të këtij programi. Rishikimi i kuadrit ligjor aktual sipas standardeve të BE-s për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit shqiptar. Problemet aktuale është sepse kuadri ligjor ekzistues është i fragmentarizuar, i vjetëruar dhe larg direktivave të Bashkimit Evropian, duke krijuar mungesë efikasiteti në mbrojtjen e konsumatorit. Zgjidhjet e propozuara janë auditim i plot i legjislacionit aktual për identifikimin e boshllëqeve dhe mbivendosjeve të kompetencave. Hartimi i një kuadri të ri ligjor, të harmonizuar me legjislacionin e BE-s, që garanton funksionimin e zinxhirit sigurisë ushqimore dhe forcimin e mbrojtjes së konsumatorit shqiptar. Pikë tjetër, ngritja e shërbimeve këshillimore pranë fermerëve dhe operatorëve bujqësor. Shërbimi veterinar dhe fitosanitar aktualisht është jo funksional, sidomos në nivel qarku dhe rrethi. Zgjidhjet e propozuara për eliminimin e këtij problemi janë konsolidimi i shërbimeve veterinare dhe fitosanitare në çdo qark sipas modeleve decentralizuese të BE-s. Do të krijojmë urdhrin e agronomit, një strukturë që do të garantojë që të gjithë agronomët e kualifikuar të mbajnë përgjegjësi profesionale për këshillimin dhe mbështetjen e fermerëve. Ky urdhër do të sigurojë që fermerët të kenë akses në një ekspertizë profesionale dhe mbështetje në çdo fazë të prodhimit. Liberalizimi i tregut të shërbimeve këshillimore për të mundësuar konkurrencë dhe cilësi më të lartë në ndihmën e fermerit. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme është investimi në infrastrukturën e pikave të inspektimit kufitar pranë doganave. Aktualisht, në pikat e inspektimit kufitar nuk ka ambiente të dedikuara karantinore dhe frigoriferike, as laborator për analiza të shpejta, gjë që pamundson të ketë kontrolle sipas standardeve dhe të garantojmë ushqimet që hyjnë apo dalin nga territori i vendit tonë. Kush janë zgjidhjet? Do të investojmë për krijimin e infrastrukturës së përshtatshme në pikat e inspektimit kufitar, me ambiente frigoriferike, karantinore dhe laborator të dedikimit të shpejtë, me qëllim rritjen e cilësisë kontrolleve dhe parandalimin, e theksoj parandalimin në hyrjen e territorit të Shqipërisë të produkteve ushqimore të pasigurta, sëmundjeve dhe dëmtuesve karantinor. Investime në teknologji moderne për laborator të kontrollit të ushqimit. Aktualisht në vendin tonë nuk ka kapacitete laboratorike për realizimin e analizave më të domosdoshme për sigurinë e produkteve ushqimore dhe inputeve bujqësore, të tillë si aditivët, konservantët, ngjyrusit, cilësia e produkteve të mbrojtjes bimëve etj. Zgjidhjet e propozuara do të pajisim laboratorët e ISUV-it dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me teknologji për të avancuar për të rritur gamën dhe shpejtësinë e analizave, duke garantuar kontrolle efikase dhe të besueshme të produkteve bujqësore, por dhe atyre të inputeve bujqësore. Gjithashtu, rregullimi me ligj i veprimtarisë së laboratorëve privat për standardizimin e analizave në kuadër të kontrollit zyrtar apo të kontrollit zyrtar që aktualisht rregullohet vetëm me një urdhër sipas dëshirave të ministrave të bujqësisë. Garantimi, një pikë tjetër e rëndësishme është garantimi një sistemi kontrolli të ndershëm dhe të besueshëm. Kontrollet zyrtare aktuale janë jo profesionale dhe të korruptuara. Gjithashtu, nuk bazohen në një analizë shumë vjeçare të riskut
por në plane të afatshkurtra dhe të papërshtatura me situatën reale, pra me problemet aktuale që kanë. Për këtë arsye, Partia Demokratike do të realizojë hartimin e një plani kombëtar shumë vjeçar, të bazuar në risk për të orientuar kontrollet në aktivitetet më kritike, gjithashtu dhe në produktet me risk më të lartë. Gjithashtu një element shumë i rëndësishëm është trajnimi i të gjithë inspektorëve në module trajnimi për implementimin e sistemit të gjumshmërisë dhe sistemit HACCP, që në fakt janë dy shtyllat më kryesore për garantimin e sigurisë ushqimore në vend. Një pikë tjetër, ne e kuptojmë që vazhdimisht përballemi me mungesën totale të transparencës nga qeveria dhe autoritetet që paguhen me taksat tona dhe që në fakt duhet të ndërhyjnë për të mbrojtur shëndetin ton. Mungon një strategji kombëtare e mirëfillt për komunikimin e riskut dhe informimin e publikut në rastet e shfaqjes së një risku potencial në lidhje me ushqimin. Për këtë arsye, do të rishikohet strategjia kombëtare e komunikimit të riskut për informim të drejtë, të shpejtë dhe në të njëjtën kohë dhe edukim për konsumatorët. Hartimi i një plani të qëndrueshëm për monitorimin e sëmundjeve zoonotike në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, si dhe aktorët e tjerë të sistemit shëndetësor. Një pikë tjetër është krijimi i një sistemi të integruar informacioni digjital për monitorimin në kohë reale, por në të njëjtën kohë dhe reagim të shpejtë institucional. Informacioni për rreziqet potenciale nga ushqimi që do në të gjitha hallkat, duke rrezikuar shëndetin e konsumatorit dhe në të njëjtën kohë duke dëmtuar besimin publik. Për këtë arsye, do të krijohet një platformë e integruar digjitale kombëtare ku do të përfshihen të gjitha të dhënat në kohë reale në të gjitha sistemet, siç janë RUDA, Sistemi doganor, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Agjencia Kombëtare e Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, ISUV, gjithashtu dhe agjencitë ndërkombëtare siç është RASFI dhe EFSA, si dhe të gjithë do përfshihen të gjithë institucionet e tjera relevante që do të garantojnë sigurinë ushqimore. Garantimi i qarkullimit të menjëhershëm të informacionit për çdo situatë të shfaqjes së një risku potencial do të bëhet me qëllim parandalimin e përhapjes së produkteve ushqimore të pasigurta, ruajtjen e shëndetit publik dhe në të njëjtën kohë marrjen e masave adekuate dhe të menjëhershme nga ana institucionale. Këto ishin pak a shumë pikat më të rëndësishme të programit sigurisë ushqimore. Faleminderit. Atëherë tani do marr fjalën zoti Sharka, i cili ka kontribuar madje me shumë persistencë në program në mbrojtje të interesit të fermerëve. Për ju fjala zoti Sharka. Në fakt, impenjimi jonë në këtë propozim ka derivuar nga një fenomen tjetër, sepse fermerët shqiptar kanë qenë të cënuar në imazhin e produkteve tyre nga kontrollet e Bashkimit Evropian dhe nga gjetjet në doganat e Bashkimit Evropian. Duke u marrë me këtë problem, duke qenë në mbrojtje të interesat fermerëve, ne kemi studiuar dhe kemi krahasuar praktikat e rajonit me praktikat tona. Në fakt, unë jo them me përgjegjësi që sot shëndeti publik, që është gjëja më kryesore që prevalon mbi interesin e fermerëve për të shitur produktet e tyre, është në dorën e Zotit dhe i pambrojtur nga asnjë sistem. Ajo që quhet certifikat fitosanitare sot firmoset vetëm për produktet e eksportit nga një agronom i drejtorisë bujqësisë, i cili nuk di asgjë ku është vjelur dhe si është trajtuar një produkt, por thirret nga eksportuesi në momentin kur trali niset për dogan dhe plotësohet si një dokument burokratik, si një procedurë e nevojshme në dogan, por që nuk ka asnjë vlerë për shëndetin publik sepse është plotësuar pa patur asnjë dëm. Dhe ne të nisur nga interesi i fermerëve për mos të rënë imazhi produkteve të tyre i cili ka shkaktuar dëme të jashtëzakonshme, konsultuar me vendet e rajonit me ekspert dhe unë shpreh kënaqësinë dhe lumturinë që është përfshirë në program krijimi i urdhit agronomit. Modeli është shumë i thjeshtë dhe krijon një sistem që parandalon dhe mbron shëndetin publik. Asnjë produkt nuk duhet dalë nga ferma pa i certifikuar nga agronomi i cili e ka ndjekur këtë produkt. Dhe kjo bëhet duke lidhur ligjërisht
çdo fermer me një agronom. Ekspertiza e agronomit nuk mund të zëvendësohet nga përvoja e fermerit. Dhe në fund fare fermeri nuk e ka përgjegjësinë ligjore, edhe pse është shumë i kualifikuar, sepse përdorimi i pesticideve dhe i gjithë tjerave është ekspertiza e agronomit që prevalon dhe na garanton sigurinë ushqimore. Sistemi evropian është që çdo fermer, ashtu si çdo biznes, është i lidhur me një kontabilist në rast se nuk ka financier në sipërmarrjen e tij. Çdo fermë dhe çdo fermer duhet të jetë i lidhur zyrtarisht me kontratë zyrtare me një agronom i cili ndjek dhe firmos daljen e produktit në certifikatën fitosanitare dhe çdo njësi e produktit fermerit kudo që të shkojë duhet të ketë etiketën e firmosur nga agronomi. Kjo siguron 3 benefite shumë të rëndësishme. E para, sigurinë ushqimore që prevalon me gjitha. E dyta, i jep fermerit shërbimin e ekstensionit që sot e blen në dyqanin inputeve bujqësore, ku për fat një pjesë janë agronom, për një pjesë e mirë atyre që tregtojnë inpute bujqësore nuk kanë lidhje fare me agronomin, janë thjesht tregtar. Dhe e treta, i jep vlerë profesionit agronomit. Sepse profesion një armatë e tërë agronomësh është sfumuar dhe sot ju e dini që ka një interes shumë të vogël të rive për të shkuar për të marrë këtë profesion sepse është vlerësuar totalisht. Duke bërë këtë rregullim ligjor, unë besoj që të treja këto janë domosdoshme dhe ne kemi garantuar një sistem që nuk është post factum si kontrollet e AKU-s, por është një sistem që garanton, sidomos në frutat dhe perimet e freskëta, garanton sigurinë ushqimore. Ju falenderit. Faleminderit zoti Sharka. Doja të jepja fjalën doktor Shuperkës, një nga doktorët më të mirë të shëndetit publik dhe një nga doktorët që flet me më shumë pasion dhe interesohet gjithmonë më shumë për shëndetin e njerëzve. Faleminderit. Unë do bëj një diskutim të shkurtër për sa i përket shëndetit publik. Shumë i bukur programi dhe të gjitha pikat ishin kapur interesante. Dhe që nga edukimi i konsumatorit, edukimi popullatës që është shumë e rëndësishme, por desha tosha në këto grupet e inspektimeve të AKU-s, ekipi duhet përbet nga 3 burime njerëzore. Ku duhet të jetë veterineri, profesionisti shëndetit siç janë me shëndet publik, dhe njëkohësisht duhet të jetë kimisti që duhet të jetë ndërlidhës. Sepse aktualisht sot janë të gjitha profesionet dhe nuk është asnjë nga këto lloj profesionistët në këto grupet e inspektimit. Dhe tjetra, një kryeinspektor nuk e njeh publiku gjë, nuk e njohim mas ne, nuk e njohim kush është kryeinspektor. Dëgjojmë emrin, por ne nuk e shohim që në fund të muajit të dali konferencë shtypi dhe të përballet me gazetarët. Kjo është puna që kemi bërë, këto denoncime kemi kapur, këto kemi bërë dhe kështu kemi vepruar. Dhe gazetarët jetë të lirë që të bëjmë pyetje, të sugjerojnë gjitha. Pra, transparenca do të ishte primare në këto institucione. Në të kundërt do vazhdoj vetëm abuzimet dhe në këtë vazhdim si që ka ndodhur. Pra, te burimet njerëzore nuk do të jenë gjithë grupet si që janë bje fjala me histori, me gjeografi, do të jenë specialist që të mbrojmë shëndetin publik. Do kalojmë pak se dhe kjo me mbrojtjen e shëndetit publik, pikërisht tek duani, doktor. Qeveria juaj ka bërë ligjin e duanit në 2006 dhe unë ju ka falënderuar dhe ju falenderoj përsëri. Është ndër ligjet që edhe Organizata Botërore e Shëndetit, Europiane dhe më gjerë, u habit që Shqipëria arriti të bënte një ligj të tillë modern, siç në ato kohë në 2006 ne kishin 8 deri në 9 vende të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit publik dhe sensibilizimin e opinionit publik për dëmin që shkakton pirja e duanit në shëndet. Dhe kjo është një reformë thelbësore. Por problematika sot, unë do ngrej vetëm një problem. Sot hyjnë 250 lloj vepesh në vendin ton të ndryshme në dogan. Dhe të gjitha këto vepe vijnë nga çdo lloj kompani. Këtu po e lidh me ligjin e barnave që ju keni theksuar, kur hyjnë këto vepe në dogan, ato vijnë me parametra, unë si tregtar bëj një kërkesë, siç i ka të prodhuar ai, i përgjigjet kërkesës time, dhe pra nuk janë reale të dhënat. Dhe në këtë drejtim,
ndodh ajo që duhet vendosur në nenin e duanit e një paragraf që të lejon ato produkte që së paku lejon në 2 vendet Bashkimit Evropian. Kjo përputhet me ligjin e banave, e njëjta gjë, kjo do të mbrojë shëndetin publik, sepse sot jemi të pambrojtur nga tregtia e paligjshme. Dhe tjetra, tregtia e paligjshme të produktet të duanit është e frikshme, e pranon dhe qeveria, 25 deri në 30%, por janë shifrat më të mëdha dhe në vitin 2023 13.3% zunë akcizat e duanit mbas produkteve të naftës. Dhe është me një shumë 280 milion euro. Duke llogaritur nga çdoganimet që ne bëjmë, ka një hapësirë të madhe dhe është një mungesë e madhe në buxhetin e shtetit. Duke kalkuluar shifrave në këtë drejtim, buxheti i shtetit u mbet më shumë se 120 milion euro vetëm nga akcizat nga tregtia e paligjshme duanit. Këto janë llogaritje të specifikuara dhe të bëra tamam bazuar në gjithë shifrat e standardet që janë marrë nga stati dhe nga doganët dhe nga tatimet. Ose në rast se gjithë këto vitet çdo ganohet afërsisht te 3.000 ton, plus minus 50 ton, 100 ton. Ndërsa në 2008, 2009, 2010 janë zhganuar dhe 4.500 ton. Në qoftë se ne 3.168 ton u zhganuan duan në vitin 2024, llogaritet që Kosova ka zhganuar 4.160 ton. Pra, ka një rezervë të madhe për sa i përket buxhetit shtetit. Absolutisht mbi 120 milion. Të vendosë të ekonomi, specialistët gjitha që nuk derdhet në arkën e shtetit. Për sa i përket nuk do zgjatem më tepër në këtë drejtim, por do flasë, është e vërtet që duke qenë si përfaqësues që mbuloi problemet e duanit dhe të alkoolit në Organizatën Botërore të Shëndetit për shumë vite me radhë, në takime që bëni me kolegët tanë të vendeve tjera dhe kolegu rumun dhe bulgar ne kishim rrogat më të larta. Kjo është e vërteta se specialiste romanisë dhe të Bullgarisë në vitin 2008 dhe 2009. Është që vendi ynë doli nga metarë të ulta, sipas Bankës Botërore, dhe kalojnë në vendet me të mesme dhe me të ulta. Kjo na krijoi vetëm, këtë e them edhe pak me humor, na krijoi një precedent që në qoftë se deri në atë kohë ne trajtoheshim në gjithë takimet ndërkombëtare dhe kemi patur shumë takime duani dhe alkooli, ne trajtoheshim me $360 dita diet nga OBSH-ja, kur kaluam në këto të ardhura, ne ishim të detyruar që mos merrnim dieta nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Unë vetëm për kaq do të thosh. Faleminderit doktor Shuperka. Tani do doja të jepja fjalën themeluesit të akuz, po jo të kësaj akuje si është tani, po të asaj se si duhet të ishte. Zotit Genciuka. I nderuar zoti Berisha, të nderuar pjesëmarrës. E dëgjova me shumë vëmendje materialin e përgatitur dhe më pëlqen mjaft, po duhet të shtoj diçka. Shqipëria duke qenë vendi kandidati i Bashkimit Evropian është përpara një sfide të madhe, përpara një reforme të madhe në sektorin e bujqësisë. Kalimi nga një bujqësi konvencionale në një bujqësi të integruar. Detyra parë është, ashtu siç përmendni në raport, është e shërbimeve të ekstensionit, si bujqësore dhe veterinare. Kjo duhet bëhet me shumë përgjegjësi, sepse duke e bërë me përgjegjësi, fillon shumë i shnosht ajo hallka e zinxhirit, hallka parë e zinxhirit për të arritur pastaj deri në fund të gjurmëshmërisë. Duke patur një bujqësi të integruar, fermerët do fillojnë të punojnë
me protokolle. Do të fillojnë të përdorin pesticide të cilët lejohen dhe kanë karencë shkurt. Do të bëjnë analiza toke, tu do të ndërhyjë dhe shteti një në 4 vjetë, që tjetë edhe produkti tyre ma rentabël, por nga ana tjetër edhe të mos kemi gjitha ato problemet e mbetjeve, nitrite e tjera me radhë, si që kemi në ju. Kjo është sa i përket pjesës e ekstensionit. Tjetër desha të sjellë në vëmendje që fatkeqësisht nese kemi po, edhe Maqedonia dhe Kosova dhe ishin shumë të lumtur që e arritën, atë që quhet sistemi integruar i administrimit dhe kontrollit. Është një detaj i atij sistemit madh, por që i shërben sistemit pagesave. Për dëgjuesit është një sistem ku inkuadrohet pjesa kadastrale me inventarin e fermës. Nëpërmjet këtij sistemi në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian bëhen pagesat direkte. Duke bërë pagesat direkte, ne shmangim korrupsionin dhe gjithë klientelizmin e tjera me radhë. Sepse për çdo kulturë që fermeri raporton në administratën e këtij institucioni, i kalojnë paratë e mbështetjes nga shteti në llogarinë e tij, pa patur nevojë të bëjë aplikacione, të fusmik apo të bëhet militant. Tjetër desha të sjell në vëmendje mbi vendosjen e kompetencave. Kemi harruar një strukturë që është pothuaj parazite dhe vjen vërdall kot, që është struktura e pushtetit vendor. Edhe ato kanë shërbim veterinar, kanë edhe shërbim agronomik, unë nuk e di me çfarë merren. Më thanë që merren vetëm me qenë të rrugës, por nuk e di me çfarë merren tjetër. Domethënë edhe ky është një handicap i madh. Nga ana tjetër, për laboratorët, në gjithë to vite kam buare që ministrat kanë ndërhyrë vazhdimisht. Dhe ndërhyrja më ordinere ka qenë kur ka qenë ky ministri që është si Çuçi, që ja hoqi të drejtën gjithë laboratorëve zyrtar të AKU-s dhe ja dha një laboratori privat që të rregullonte të gjitha përfitimet e veta personale me atë laboratori. Kjo është një qëndrim, nuk e di, se kam dëgjuar në asnjë vend botës. Domethënë Shqipëria ka laborator zyrtar, ka ISUV-in, si me thonë, gjykata shkallës parë, që kontrollon edhe biznesi kontrollon veten e vet, por edhe shteti kontrollon ato. Është ISUV-i që quhet si gjykata e apelit, dhe pastaj në rast se ka mosmarrveshje më madhe, atëherë merresh me një laborator të akredituar brenda apo jashtë. Këto ishin ato që unë doja të nënvizoja. Marr shkas edhe nga doktori, kur e kemi drejtuar unë kam dalë 2 herë në javë në raport në konferencë shtypi me gazetarë. Faleminderit. Zotit Lamaj, fjala, zëvendës presidentit të urdhit mjekut veterinar. Ju lutem mikrofonin. Faleminderit, i nderuar zoti Berisha, të nderuar pjesëmarrës. Unë jam Shemsho Lamaj, me profesion mjek veterinar. Njëkohësisht jam edhe zëvendës presidenti i urdhit të mjekut veterinar shqiptar. Të një tagër grupi do të thoja që prej 1200 profesionistësh që janë antar të urdhit veterinar shqiptar dhe operojnë në Republikën e Shqipërisë si mjek veterinar. Natyrisht të flasësh për sigurinë ushqimore është nga temat më të nxehta dhe që për profesionistët tanë inspiron më shumë dhe kanë ndjeshmërim në të lartë. Dhe ndaj me kënaqësi më të madhe erdha në këtë takim për të shprehur dhe opinionet tona, të cilat për së vërtetës nuk janë vetëm të mia, po janë të gjithë profesionistëve veterinarë. Të flasësh për sigurinë ushqimore, më pëlqeu shumë që u kategorizua dhe më në fund po shko tek siguria kombëtare. Ku ka ndryshim një kriminal që vret nga një që vret në mënyrë të heshtur në helbe. Prandaj, siguria kombëtare dhe struktura e sigurisë kombëtare sot duhet të ndryshojë katërsipërisht. Ajo AKU që është u themelua në vitin e 2010 me profesor Jukën, e ka mbyllur tash me misionin. Ka dështuar me turp. Prandaj duhet shkrirë urgjentisht si institucion. Ajo nga raporti që kishte 80%, 90% duhet ishin profesionistë, mjek veterinar, agronom,
biokimist, si dhe teknolog të ushqimit ushqimore, ky raport është përmbysur dhe është në favor të 80% të militantëve, të ndoshta të elektricistëve, të juristëve, nuk e di çfarë tjetër, të kuzhinerëve, nuk e di çfarë, por jo të profesionistëve. Çfarë do të thotë për të kapur, si më thënë, për ta kapur problemin atje ku i takon, ose si më thënë, që thot populli, demi nga brirët dhe mos ta kapi nga bishti. Kjo do të thotë që siguria kombëtare, siguria ushqimore të jetë siguri kombëtare dhe të varet drejt për së drejti nga kryeministri me një tak force ndoshta dhe me një si thua me një afat kohor ndoshta 5 vjeçar ose 10 vjeçar sa gjërat të stabilizohen, sepse me delegim kompetencat çështja ka të shtuar me turp. Doja të ndalesha pak tek roli i mjekut veteriner në këtë zinxhir, në zinxhirin e sigurisë ushqimore. Natyrisht unë deklaroj me atë dëshirën e profesionit tim, por edhe me atë çfarë njohim në profesionin e mjekut veteriner. Mjeku veteriner është në kreun e piramidës së mbrojtjes së shëndetit publik. Dhe si tillë, ai nuk e ka marrë asnjëherë këtë rol së paku vitet e fundit, kur trajtimi i tyre lë shumë për të dëshiruar. Nisen në luftë mjekët veteriner për të luftuar me zoonozat, me infeksionet, dhe të jeni të bindur që ata shkojnë pa armë, të pa armatosur, të pa mjetet mbrojtëse, pa infrastrukturë, pa mjetet lëvizëse, në mënyrë që dhe gjithashtu edhe paga lë për dëshiruar, që do të thoja që një mjek veteriner sot trajtohet diku tek 500-600 euro, ndërsa homologët e tyre në rajon, po nëse marrim Malinezi si referencë, paga mesatare e mjeku veteriner është 1200 euro. Për të vazhduar dhe më lartë, dhe ajo minimalja është fillon nga 900 euro për mjekët e rinj, të cilët sa po fillojnë profesionin e tyre. Nëse ne nuk duam që të kemi hemoragji mjekësh, nëse duam të japim sigurinë kombëtare, dëshira ime është e madhe dhe mjekët veteriner duhet të japin dinjitet profesionit mjekut veteriner. Unë kam besim dhe sinqerisht erdha me shumë optimizëm në këtë takim, për dhe jam i bindur që ju jeni njeri që dëgjoni, i keni dhënë prova si kryeministër, që dëgjoni dhe merrni opinionet e profesionistëve dhe këto i bëni realitet. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Lama. Tani kam kënaqësinë t'i jap fjalën njeriut të fjalës së mbajtur, garantit të zbatimit të programit, kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Mirë dita, ju përshëndes përzemërsisht ju, përshëndes drejtues e departamentit për punën e shkëlqyer që kanë bërë, programin që kanë përgatitur, për një çështje e cila është çështja themelore e sigurisë, e shëndetit të çdo populli, të çdo vendi. Për një çështje e cila t'jemi real si kontroll është në duart e mafjes. Është mafja shtetërore dhe ajo tjetër e lidhur me shtetërorën që kanë në dorë tërësisht këtë siguri që është siguria më e rëndësishme. Shqipëria sigurisht ka sigurinë kombëtare, por ama e ka të garantuar me NATO. Dhe askush s'mund ta sulmojë Shqipërinë pa u përballë me Aleancën Atlantikut Veriut. Shqipëria ka sigurinë juridike, e ka në zhdukur. Për sa kohë që qytetari pret 15 vite për një proces gjyqësor, nuk ka më siguri juridike dhe nuk funksionon dot si shtet ligjor. Shqipëria, të lidhur direkt me jetën e njerëzve, shëndetin e tyre, ka sigurinë ushqimore, ka sigurinë e medikamenteve. Dhe këto, që kur kontrolli është në këthetrat e mafjes, urdhon,
laboratorit shtetëror, ministri ja merr kompetencat dhe ja jep një laboratori privat në shembullin atyre PPP-ve të shtetësisë për të ndarë parat me te. Shqipëria ka specialistë shumë të mirë, ka njerëz që e njohin, por ata janë të skajuar, janë të marginalizuar, dhe e vërteta është që gjithçka përcaktohet nga mafia. Ne themi se po ecim drejt Bashkimit Evropian. Asnjë standard të Bashkimit Evropian nuk plotësojmë. Nuk ka sot, ja u them unë ju, në qoftë se ulet specialisti dhe i merr një standardet e fushës së tij në Shqipëri dhe krahasuar me Bashkimin Evropian, ju garantoj se nuk ekziston më asnjë krahasim. Ndërkohë, kur ato duhet të jenë udhërrëfyes, do të jenë kushtet më pozitive për qytetarë shqiptar në mënyrë që të afrohen me qytetarët evropian. Sot, Instituti Statistikës ka dhënë një dhënë shumë interesante. 99.6% e të gjitha prokurimeve janë me shqiptar. Të ndaluara me të huaj. Në një kohë kur marrëveshja e firmosur me Bashkimin Evropian, e detyron Shqipërinë të jetë e hapur për investitorët shqiptar dhe evropian, dhe kjo me qëllimin, me interesin më të mirë të qytetarëve shqiptar, sepse punrat u kushtojnë më lirë. Punrat bëhen më me cilësi. Por këta i fshin nga faqja, kanë vu një rregull. Kanë vu rregullin sipas të cilit duhen të dorëzosh dokumentat për 34 ditë. Duhet të dorëzosh me e-Albania, e cila kërkon 38 ditë. Dhe çdo huaj që i dorëzon me e-Albania paraqitet pasi është firmos prokurimi. Unë ju dhash këtë shembull për të thënë që absolutisht në çdo fush, ky është raporti ynë me standardin evropian. Po ka një fush ku e pagojmë më shumë se çdo fush tjetër, dhe kjo është siguria ushqimore. Sepse ajo lidhet direkt me shtetin, dihet se ushqimet nga burim, shëndeti, mirëndjeje e tjera mund të bëhen shkaqe smundjesh ndër më të rrezikshmet. Asnjë kontroll serioz sot, asnjë kontroll i jashtë korrupsionit nuk është më. Këtu futen inpute, futen substanca që përdoren në bujqësi, në fushat ndryshme, të ndaluara me ligj si kancerogjene dhe të rrezikshme. Mjafton që të paguaj këtu dhe aty, dhe tani rishfeti nuk shkon më, nuk ndalet kur tek drejtori, ta dini, rishfeti ka marrë tash një karakter vertikal të pamshirë. Kështu që shkon gjerë tek ministri, garantohet dhe vazhdon pa asnjë lloj perturbimi, marrin vesh vetëm kur produktet tona kthehen
dhe bëjmë lajme të këqija, shumë të këqija, që kërcënojmë kombet tjera, shoqërit tjera, me prodhimet tona që i eksportojmë. Dhe ata na i kthej, sepse i gjejnë me helme që s'mund të tregtohen, ose kur krijojnë epidemi salmonelash, dhe atëherë merret vesh vetëm kur smuret kryeministri me salmonel. Se gjëra atëherë ajo nuk u mor vesh. Dhe gjëra atëherë nuk majti asnjë përgjegjësi askush, dhe pas kësaj dole ajo akusta, unë po jap dorëheqje. Po jap dorëheqje. Kush i kishte këto? Këto i solli një njeri i qeverisë dhe afër qeverisë. Ndaj as hetim, as përgjegjësi. Edhe ky, u tha po jap dorëheqje se u smur Edi Rama që thoshte e kam nga breshkat. Absolutisht nga pulat, nga salmonela e pult. Jo, e sigurt. Por çështjet e tij shtetësore i zgjidh vetë, qytetarët duhet zgjidhin çështjet shtetësore, qytetarët janë. Ndaj dhe një reformë e thellë e këtij sektori është e domosdoshme. Ky duhet të jetë një sektor qendror në fushën e sigurisë kombëtare. Pra, jo vetëm që siguria ushqimore duhet të jetë çështje e sigurisë kombëtare, por duhet të jetë një sektor qendror në këtë fushë. Dhe kur them këtë, ky sektor që është në fakt multidisiplinor, duhet të ketë të gjithë mbështetjen dhe financimin, të gjithë transformimin. E thatë ju, mjekët nuk paguhen, po të rrinë pa veterinera atë. Kush do t'i kryej detyrat? Pra, ne duhet ta marrim në themel këtë sektor. Janë krijuar disa institucione. Së pari, qendror do të jetë Institucioni i Sigurisë Ushqimore, agjencia. Kjo agjenci do të ketë të gjitha kompetencat ekzekutive. Sa e dha dorëheqje, unë s'kisha kompetencë, unë po jap dorëheqje kështu se kompetencë nuk kisha unë. Tani se kishta apo s'kishta unë s'mund them, por të mbash institucion qendror pa kompetencë është e papërgjegjshme. Ndaj dhe ky institucion duhet të fitojë të gjithë fuqinë ekzekutive për të përmbushur detyrën e vet. Ky institucion duhet dalë jashtë çdo politizimi. Duhet të ketë varësi, mund të jetë varësi e kryeministrit, mund të jetë varësi e parlamentit, po ky është institucion qendror për shtetin dhe për kombin. Laboratorët e tij duhet të jenë laboratorët më moderne. Dhe unë ju garantoj ju se ne do 2-3 fishojmë buxhetin në këtë fushë. Po, nuk ka asgjë më serioze. Siguria e ushqimeve, siguria e ilaçeve. E thatë ju, jam plotësisht dakord që ligji të parashikoj që asnjë produkt që nuk shitet në 2 vendet të Bashkimit Evropian dhe që ka përdorim në bujqësi, blegtori, në fusha tjera, të mos hyjë në Shqipëri. Jo. Unë nuk them se bota tjetër është e pasigurt, po Europa është më e sigurt. Themi atë që është, unë i ndjek dhe konstatohet që Europa në këtë aspekt është më e sigurt.
më kushtueshme, është më kushtueshme, jemi realist, por ja vlen. Kjo është, por sigurisht. Ndaj dhe përveç kësaj, ne sigurisht jemi për liberalizimin e tregut, por laboratoret shtetërore të përgjegjësisë direkte zyrtare do t'jenë të pajisur dhe nuk do të ndodhë, se dhe sot ne kemi mjekësit, çfarë na ndodhë, e pa imagjinueshme. Batërdi, 3 ciklotron të prishur. Dhe qoftë për diagnozë, qoftë për mjekim, detyrimisht duhet shkojnë tek privati, nuk rregullohen. Nuk rregullohen sepse qytetarët duhet pagojnë tek privati. 3 nuk janë pak për Shqipërinë. Kur u blen 1 për neurokirurgji dhe 2 të tjerë për onkologjikun. Pikrisht që të mos mbetet dot asnjëherë vendi pa ta. Kjo ndodh tani. Çdo gjë e bën rrugë ta. Jo, shteti do t'i përgjigjet me laboratoret më moderne. Do ketë kushte të përshtatshme, të kontrolluara në të gjitha pikat e hyrjes në doganat në Shqipëri, të cilat janë domosdoshme dhe që sot pothuajse ekzistojnë formalisht ose nuk ekzistojnë. Bashkëpunimi ndërkombëtar është shumë i domosdoshëm. Binjakëzimi me agjenci prestigjioze ka një problem këtu, do ta pranoj. Ky institucion, siç e kemi ngritur ne, nuk ka një traditë të hershme, siç e kanë vendet tjera që e kanë 50 vjeçare, 80 vjeçare. Dhe është e domosdoshme që edhe ne këtu të bashkëpunojmë me institucionet analoge të Gjermanisë, të Kroacisë, të këtyre vendeve që i kemi përreth, për ta bërë institucion sa më performues dhe sa më serioz. Ne, siç kemi shpallur, kemi një program transformues për bujqësinë dhe blegtorinë. Por ky program kërkon me çdo kusht transformimin në fushën e sigurisë ushqimore. Qoftë për tregun e brendshëm, për sigurinë e brendshme, qoftë për eksportin, se lajm më të keq nuk ka për tregun se sa të kthehen eksportet tona. Kthimi i eksporteve është goditje e besimit ndaj prodhimeve shqiptare, të cilat janë shumë të mira, siç ndodhi me turistët. Le të shton shifra këta. Këta janë po vjet absolutisht gjerë në fund të gushtit. Plazhet e Shqipërisë nuk kanë patur kur asnjë të tretën, sepse kërcitën çmimet e larta, edhe as lart, po ishte pastaj u përhap ajo, dhe hajde edhe riktheje mendimin. Kështu që del një herë Shqipëria, 2 herë, 3 herë, lere thot, mos blej aty. Vërejtja dhe sugjerimet tuaja shumë të drejta, departamenti do t'i marrë, do t'i përgatis, do t'i shtoj në projekt dhe ne do bëjmë gjithçka për rivendosjen e sigurisë ushqimore në Shqipëri, duke bërë një luftë me zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe duke vendosur
të fush në transparencë të plot, në administrim të njerëzve kompetent, të specialistëve të shquar, në këtë mënyrë ne bëjmë jetën e qytetarëve shqiptar më të sigurt, bëjmë gjithashtu edhe prodhimet shqiptare të më të pranueshme nga tregu shqiptar, tregu botëror, Made in Albania. Është krenaria jonë kombëtare për Shqipërinë madhështore. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor Berisha, dhe për ta mbyllur këtë takim, këtë prezantim, këtë angazhim të Partisë Demokratike mbi çështjen e sigurisë ushqimore, ma shkaks për të falenderuar disa ekspertë që janë punonjës në administratën publike, por jo vetëm dhe ata në sektorin privat, të cilët janë në përkëmbur dhe nuk janë dëgjuar në asnjë moment nga drejtorët patronazhist. Dhe ju bëj thirrje që më 11 maj në kryet e institucioneve të sigurisë ushqimore do të jenë ekspertët dhe jo patronazhistët. Kështu në 11 maj sjellim ndryshimin, si risjellim sigurinë ushqimore në Shqipëri. Ju faleminderit. Miru pafshim. Kudore.